fundi i kombit shqiptar në rast se nuk reagoni janar shkurt mars të vitit 2026. Të gjithë Bregdetin e kanë marrë hajdutët e rilindjes. Të gjithë kryeqytetin, të gjithë zonat bregdetare i kanë marrë investimet e krimit organizuar, ministrat, ish-ministrat, kryetarët e bashkisë, ish-kryetarët e bashkisë. Ky është rasti dhe momenti që i gjithë populli shqiptar të zbresin shesh, të mos shkoj në siglat e asnjë partie, po të gjithë bashkë ta detyrojnë këtë regjim të dorëhiqet. Po përgatitet vjedhja e dytë e kombit shqiptar, tradhtia e dytë dhe përfundimtare. Projektet malore, pra glabrimi i të gjithë zonave malore ku investimet të maskuara si nga vendet nga milionerët, nga vendet e lindjes mesme, do vinë t'ju glabrojnë të gjithë ju mbështetës të rilindjes